Nuk ka marrë pjesë zgjedhje. Vjosa Osmani ka marrë pjesë zgjedhje. Vjosa Osmani ka marrë 300.000 vota. E çysh e mos apo Albini Vjosën. Çysh e mos apo? Absolutisht. Mo s'është të mëshme kjo. Po ta më merr aty që për shkak të Vjosës se ka fituar zgjedhjet 2021. Pse nuk i fitojnë 2019 bro? Pse nuk i fitojnë 2019? I fitojnë 26%. Pse si fitojnë? Mani mëra, keni sy me po. Në përgjithësi Keni sy me po me lezu. Po mirë, kthehemi tash. Kush të bën presidente ajo e ndrononën, s'u gojë. Albin Kurti kish më qenë mirë për to. Po, sikur ta ka bërë presidente. Ta garantoj. Se për Albin Kurtin ke mirë Vjosa Osmani me 14 shkurt 2021. Kur ja krijoi narracionin dhe i fitoi zgjedhjet me 50%. Pse ka qenë presidente Vjosa Osmani i veçantë, jashtëzakonshëm. Po, një privilegj jashtëzakonshëm. 5 vjet me qenë në atë pozitë aq të rëndësishme. Edhe për privilegj. Narracionin ai e ka krijuar vetëm 20 vite të plota opozitarizëm, ballafaqim. Pse se pa 2019? Kushdo që ju ka se pa 2019? Se nuk e pat me 2019? Se nuk e pat me 2019? Se i fitoi 26, jo 50? Sepse krijuar momentum Kur bashku Vjosa me Albinin, i boni 50%. Po Vjosa 26% ka pas. Vjosa me Lëkën 25%. Mani morë se. Rritja e tij ka qenë graduale. Rritja e tij ka qenë graduale. KÇZ po i dim gjithë se këtu kemi qenë. Po. A do të analizojmë se këto Kush është pro Vjosë?